Mirëmëngjes në Symsy, mirëmëngjes në Symsy. Kemi gjëra për të folur, kam përshtypjen, përveç pyetjeve që janë pjesë e këtij procesi. Kemi për të folur për në radhë parë atë kontratën patriotike që u shfaq befasisht si një ndihmë, besoj unë, një ndihmë e çmuar për të gjithë ata që s'kan dashur të shikojnë, s'kan dashur të dëgjojnë, s'kan dashur të kuptojnë, nëse duan të shikojnë edhe të dëgjojnë dhe të kuptojnë, tani më e kanë parasysh një shëmbëltyr të të gjithë prallave që kanë dëgjuar dhe kanë dashur të besojnë. Një kontratë patriotike. Janë mbledhur disa patriotë që nuk e dim kush janë, nuk dihet kush janë, sepse nuk janë në fakt, për i vërtetës, edhe kanë grumbulluar $6 milion për të pastruar damkën nga balli i bufit të Knetës, damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damkë, nëse kjo damkë ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vulën e Shteteve të Bashkuara? Pse duhej kjo kontratë, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump? Pse duhej kjo kontratë $6 milion e cila është kuekume lebetitshme se kontrata e Lulit Shkret që u bë copash për të justifikuar ato $500,000 fantazm, edhe ai kështu tha, disa patriota disa patriota për atë parat që ishin të lidhura me Rusinë në atë kohë. Po 500.000, kurse këto janë $6 milion. $6 milion ku pjesë e zjarrit patriotik është edhe sjellja e Latifit në Tiranë për t'i vënë kapelen bufit në kokë. Do me thënë, për të vënë një kapele në kokë që të duket si Trumpi, por versioni më qesharak i mundshëm, Latifi ka marrë pjesën e tij në ato $6 milion. $6 milion që kanë dalë nga barku i Kënetës dhe që synojnë të realizojnë atë që na u tha se ishte tani më një gjë e realizuar. Tani një pyetje, a nuk u mërzite 12 vjet s'ke qatë të bësh më shumë, më mirë mbyllë me faqe të bardhë. Etnik Axhami, i dashur etnik, nuk është çështje gëzimi apo mërzie, është çështje misioni dhe përgjegjësie. Si të ta shpjegoj unë, i dashur? Është çështje misioni dhe përgjegjësie, do të thotë që kemi ende një rrugë për të bërë drejt finishit. Jemi afër finishit, po nuk jemi në finish. Rruga drejt finishit, sprinti drejt finishit,
është mandati i 4 për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është çështje mërzie ose gëzimi. Do jetë një gëzim shumë i madh kur ta realizojmë këtë mision historik, por në ndërkohë unë mund të të mbaj këtu deri nesër për të thënë se sa shumë gjëra kemi bërë që as nuk mund të imagjinoheshin deri ku janë bërë, dhe se sa shumë ka ende për të bërë, dhe prandaj unë nuk largohem dot. Ka dy mënyra për t'u larguar i dashur etnik. Një kryeministër në një vend demokratik. Njëra mënyrë është kur nuk e ndjen më zjarrin brenda. Është një lloj zjarri që ndjen njeriu në mision. Gjë që mua nuk më ka ndodhur ende. Dhe tjetra është kur ti mund ta ndjesh zjarrin brenda, por njerëzit thonë hap krahun sepse duhet viti kush tjetër. Këto dy janë, nuk ka tjetër. O ikën vetë, o të largojnë njerëzit. Për të parën, ta thash, unë kam një mision për të përmbyllur. Dhe nuk jam këtu për asgjë nga çfarë thuhet dhe çfarë thonë. Dhe nuk jam fare ngjashëm me atë që përpiqen të më pikturojnë prej tani më shumë vitesh, ata të cilët nuk kanë asnjë aftësi tjetër për të konkuruar denjësisht. Jam këtu për të bërë bashkë me të gjithë ata që punojnë me mua, që më mbështesin mua historinë e këtij vendi. Dhe mundësia për të bërë histori tani më na ka ardhur në dorë, është në dorën tonë. Është në dorën tonë në 11 maj, mundësia për të bërë histori. Duke u bërë më shumë se sa një shumicë e thjeshtë aritmetike për të shtyrë më fort procesin e negociatave në Bashkimin Evropian dhe për t'i mbyllur ato brenda vitit 2027. Kështu që ti thua tani ik me faqe të bardhë. Unë faqen e kam të bardhë pavarësisht se sa përpiqen të më nxjinë dhe koha do t'i vërë në vend të gjitha. Nuk mund të pretendosh që të jesh në një arenë të mbushur me balt edhe të mos të bëjnë pis. Por ama, në fund të ditës, si thoshte Indieri Kasem Tërveshina, qend le të lehin, karvani të shkojë përpara, në fund është rruga ajo që do mbetet. Të kemi votu vetëm se është ai hajvoni akoma në parti, se ndryshe nuk të votojsha, të them me pasërti Valentina Domi. Po mirë, faleminderit për pasërtin, po unë mendoj që nëse do të përqendrohesh pak fare të shohësh se çfarë është bërë me votën tënde, do jesh shumë e lehtësuar nga fakti që nuk e votuar mua dhe s'ke votuar atë, siç e quajnë di hajvonin, sepse gjërat që janë bërë janë vërtet domethënëse. Kemi më shumë se sa dyfishuar prodhimin e përgjithshëm kombëtar në një dekadë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Shqipëria prodhonte në total më pak se 10 miliardë euro vlerë, dhe në 2024 prodhoi 25 miliardë, 2 herë gjysmë më shumë. Por për të kuptuar se sa domethënëse është kjo, duhet parë në kontekstin e këtij rajoni ku jemi ne. Kemi rritjen më të madhe të prodhimit të përgjithshëm në 10 vitet e fundit, krahasuar me rajonin. Okej? Dhe mund të bëj edhe të tjera arsyetime, por po ndalem me kaq. Jep dorëheqjen ke kryetarin e bashkisë
së Tiranës në burg skandal. Ku i ke parë ti Aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënetës madhe, po dhe moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur spakun dhe duke shpresuar që spaku do shkri Partinë Socialiste, dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg, ndërkohë që pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më i zgjuari dhe më i bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. E dini pse nuk e ha? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse populli ka një kujtesë edhe bën një arsyetim. Pse nuk ndodhin përpara këto procese? Pse nuk ndodhi përpara që të shikonim dikë me pushtet, që të hetoj, që të vijë në akuzë, që të ndalohej, që të gjykoj, që të dënoj? Pse nuk ndodhin përpara? Pse ndodh sot? Pse ndodh sot? Ndodh për shkakun tënd apo për shkakun e kënetës tënde? Kënetës tënde, domethënë kënetës ku pllaquritesh edhe ti bashkë me të tjerë, verbërisht, kot, pa lidhje, sepse nuk je përfitues i pushtetit të kënetës, nuk je përfitues i atyre milionave që papritur dalin nga barku i kënetës edhe shkojnë për të futur bufin në lavanderi, që t'i pastrohet damka e turpit nga balli. Nuk je. Nga i dolën, nga i nxorën ato 6 milion. Pyes unë. E di ti? Se unë se di. Apo patriotët. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky në burg e se është ai në burg, nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazim para ligjit, me të gjitha problematikat që mund të ketë. E kam bërë shpesh pyetjen këto ditë, dhe po ta bëj edhe ty. E njeh Altin Dumanin ti? E di kush është? Me siguri e njeh, në kuptimin e njeh. E di se kush është, apo jo? Është një prokuror me integritet, me kurajo dhe me profesionalizëm. Kështu e tregojnë dhe kështu duket të jetë. Unë personalisht nuk e njoh. Por njoh punën dhe njoh faktet. Okay? Që kur ai erdhi në drejtimin e spakut, lufta për të vendosur barazim para ligjit shkoi në një nivel tjetër. Ky është fakt. S'kemi çaj themi fare këtij fakti. Tani e diti që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna, as nuk e sollën me aeroplan apo me anije nga ndonjë vend tjetër. E diti që është shqiptar, i lindur këtu në vendin tonë dhe në karrierë prej shumë vitesh, nuk e di eksakt sa, do t'i informojmë që ta marrë vesh sa, po prej shumë vitesh, prokuror. Po pse nuk ja kishte dëgjuar ti Altin Dumanit emrin përpara? Se është një njeri apo? Ka kaluar tingun,
nuk mund ta dyshosh për pislëqe, pavarësisht se Këneta është përpjekur t'i hedhë të gjithë llojin e llumit të saj mbi kokë. Atij, familjes e tjerë, po kjo është historia e Kënetës. Nuk është historia e tij, nuk është historia e njerëzve që për shkak se bëjnë detyrën përballen me llumin. Pse nuk e kishte dëgjuar më parë? Se është një njeri pra, kurajos, profesionist, me integritet. Si ka mundësi që ky njeri që ka qenë prokuror për kaq shumë vitesh nuk ka thirrur asnjëherë një politikan? Ti thot hajde këtu po. Çfarë ke bërë? Si e ke hallin? Më rezulton këtu. Apo një figurë të lartë zyrtare. Ka pas frikë? Unë nuk mendoj që ka pas frikë. Por nuk ka pas fuqi i dashur. Se ka qenë i çarmatosur. Ai dhe të gjithë ata në sistem që nuk kanë qenë pjesë e llumit që pastroi Vetingu ose e llumit që ka mbetur dhe mbas pastrimit nga Vetingu. Që ka dhe i pjesë që ka mbetur. Gjithsesi, ka qenë i çarmatosur. Sepse që prej krijimit të shtetit shqiptar e deri kur ne bëm reformën drejtësi, asnjëherë askush nuk ka bërë asnjë hap për të çliruar drejtësinë nga kthetrat e pushtetit politik, përkundrazi. Shpata e ndëshkimit që duhet rrinë në dorën e drejtësisë për të vendosur barazim para ligjit ka qenë në këtë zyrë, domethënë në zyrën e parë të qeverisë që nga 1912. Republikë, mbretëri, diktaturë, tranzicion demokratik. Asnjëherë shpata nuk ka dalë nga kjo zyrë. E ka vendosur i pari i qeverisë kush goditet, kush nuk goditet. Prandaj ka pasur edhe kryeministrat vetvrarë, edhe ministrat të pushkatuar, të varur ditar, edhe të syrgjënosur, edhe të burgosur, por me pëlqimin e të parit. Asnjë hap, jo më detit në këmbë siç i hyra unë me Partinë Socialiste. Kuptove? Kështu që kjo historia që i këtij se ky hyri në burg, ai hyri në burg, është një histori që sharake shumë. Okej? Dhe ma besoni që një nga arsyet pse Partia Socialiste do të fitojë më shumë vota dhe do të marrë më shumë mbështetje është pikërisht edhe kjo për të cilën Këneta dhe moçalet rreth saj mendojnë, po ti pse lëviz ti, zogu, këtu ti, ashtu. Këneta dhe moçalet mendojnë se në fakt nuk duhet të marrë vota, sepse kaq e kuptojnë popullin shqiptar. Edi Rama është një super njeri, jo më shpirt, nuk jam fare. Çaore zgjosh vlla. Po varet në çaore, sipas rasteve, po përgjithsisht aty nga ora 6 pak, tak, hapen syt, pastaj varet. Po gjithsesi në 7 jam në këmbë. I ke bërë krenar shqiptar, do dore në një sharë ka këtu, për ti referonin qik. Por i lindja nga 6 milion i japim në muaj inceneratorve të rilindjes dhe shishet e verës që pi ti, shikodesh. Po mirë, si mund t'jeni kaq lehtësisht të manipulueshëm edhe lehtësisht të budallepshëm ju që jeni në ujërat e Kënetës,
si mund ta pini atë ujin sikur është Red Bull. Ju hedh këneta ujë në fyt edhe e pini si Red Bull, po si ka mundsi? Po cilën verë, ku, si? Pse po mund të dalë edhe unë të them një budallëk të tillë, po s'ma besojnë, nuk ma besojnë, edhe sigur të jem në gjendje të them budallëqe të tilla, nuk mi besojnë mua socialistët dhe progresistët. Nuk mi besojnë ata që më mbështesin. Po si është e mundur që ju besimtarët e kënetës jeni kaq të gatshëm të thithni çdo lloj ujë të ndotur që ja hedhin në fytyrë, ta merrni për shampanjë, ta merrni për Red Bull, ta merrni për ujë mineral, si ka mundsi, siç morët për shampanjë ardhin e Donald Trumpit si shpëtimtari i kënetës. E pat dje çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit. E pat çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit, me një kukumjaç këtë Bufit që doli dhe tha Edi Rama dështoi në tentativën e tij për të shkuar në Beograd, për të takuar Vučićin dhe përmes Vučićit aty te aneksi i Kuzhinës për të bërë sikur takohet rastisht me djalin e Trumpit. E pat çfarë ndodhi? U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgënjeshtroi kënetën. Kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur Bufi, 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëj çorap më para Shqipërinë, se më thoshte dje një i njohur i tij, që s'ja përmend dot emrin, më thoshte ore, kur njeriu është i fiksuar, nuk ka rëndësi fare mosha. Hiç. Ecën përpara në fiksimin e tij edhe pavarësisht sa shumë rrjedh, vazhdon vendosmërisht. Po si mund të katandiset një parti politike në këtë farfeje? Do me thënë, godasin, fusin, krijojnë një thashë e them, absurd, total. Madje unë nuk vajta as te funerali i Papës, sepse prisja që vllau jem Vučići në Beograd, se më shkrin fare dhe këta kënetarët e Kosovës që kanë të tjera nota melodike ata kur i përputhen kënetës, ata e kanë me Vučićin, po më shkrin fare me këto teori, por në këtë rast nuk është teoria, është Vučići. Pra unë nuk vajta te funerali i Papës, se prisja Vučićin që të më merrte në Beograd dhe aty të takoja si rastësisht djalin e Trumpit. Dhe këtë po përpiqej ta bënte ambasadori Grenell, që është një person shumë i respektuar, me cilit unë kam një njohje dhe një miqësi krejt normale, po që kurrën e kurrës as nuk do t'ja kërkoja një gjë tillë, as nuk do angazhohej në një gjë tillë, po për çfarë duhet shkoj unë në Beograd, apo ku të doni ju që të shkoj takoj çunin e presidentit. Për çfarë? Apo se kështu funksionon te këneta me çunin e babit, me çunin e babit, duhet takosh çunin e babit, që babi çfarë? Çfarë? Edhe u detyruan ata, edhe ambasadori, edhe çuni, që të përgënjeshtrojnë kënetën. Kënetën që deri dje bënte sikur hynte dilte për salckosi ke shtëpia e Trumpit.
na sollën dhe edhe laten këtu, Latifi. 6 milion dollar, po 6 milion dollar, nuk e di unë domethënë, në 6 milion dollar Latifi me çka kam parë unë mund shkoj, nuk e di se ku shkon për 6 milion dollar. Për çfarë? Për çse? Për të marrë 6 milion dollar kot. Lëviz Tifja ku të dush ti. Po ç'lidhje ka kjo me Amerikën, ç'lidhje ka kjo me presidentin e Amerikës, ç'lidhje ka kjo me politikën amerikane? Ç'lidhje ka kjo? O Zoti i madh. Edhe një gjë tjetër që mos të largohem nga tema. Ne nuk japim para për inseneratorët, i dashur. Nuk japim para. Ne japim para që të vazhdoj të mbahet pastër Tirana. Landfillin e Tiranës e ka shteti sot që flasim. A më kupton çfarë po të them? E ka shteti. E ka agjencia e aseteve të sekuestruara. Prej kohësh tani më. Aty janë njerëzit e vënë nga shteti dhe marrin para për të bërë punën, sepse kushton ajo punë. Kuptove? E kam thënë atëherë, nuk donte të dëgjonte një pjesë, po e kam thënë, 25 euro për tonë, është një çmim që nuk e gjen sot në Europë, asgjë kundi. Dhe nesër, pas nesër, kur të duhet të bëhen zhvillime të tjera në këtë fushë, si do gjenden çmime kaq të ulta? Allah. Ti e ke fajin që livadis Saliu do me thonë, bufi, sepse ke përdorur si gogol për të mbajtur pushtetin, se deri dje po të protestoje poshtë kryeministrisë dhe le 4 të vrarë dhe thoje që e ka në dorë ligjin AY. Po 12 vite çfarë bëre ti, çfarë drejtësire bëhe, po e gjete kënet dhe i futet dhe mushkonjat, shporuni. Tani, Landi, nuk e di do me thënë, po ti jeton me të përditshme në këtij vendi, si çfarë bëra unë, po kush e bëri reformën drejtësi. Po si ndodhi për shembull që edhe vetë bufi pati një periudhë kyçje në balkon për punët që i ka drejtësia. Fatmirësisht, Landi, në vitin 1990, populli shqiptar vendosi që i pari i qeverisë dhe partia që qeverisë dhe qeveria nuk burgosin njerëz dhe nuk bëjnë gjyqe. U mbajt në mënyrë të pabes ndaj shqiptarëve shpata këtu në të zyrë. Por pikërisht se unë jam tjetër lloj specie, e dorëzova shpatën, Landi. Nuk kam unë shpatë këtu në zyrë për të bërë atë që është bërë që nga 1912 me drejtësinë. Për ta drejtuar unë, sepse unë besoj tek të tjera gjëra, tek të tjera vlera dhe parime, fjalë vërtet, dhe besoj tek demokracia, dhe unë dua të fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk futet me shpatën e drejtësisë tek zyra e kryeministrit, po futet me shpatën e drejtësisë në dorën e drejtësisë. Dhe ky është një proces, Landi, më kupton? Pra, nuk është problemi se unë përdor bufin si gogol. Nuk e kam zgjedhur unë bufin, Landi. Bufin e kanë rikthyer në krye ata që janë mësuar të pllaquriten në kënet, jo unë. A më kupton? Kështu që se çfarë bëra unë për drejtësinë, mjafton të shohësh të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, edhe do kuptosh që kjo është ajo që vjen si rezultat i reformës në drejtësi. Mbete në internet merru me hallet e popullit, thot Vullneti. Vullnet, kjo që bëj unë këtu në internet, është pjesë e detyrës time. Është pjesë e detyrës time të diskutoj me njerëzit, t'i respektoj të gjithë dhe ata që më shajnë këtu, t'i respektoj duke u përpjekur t'u jap opinionin tim. E para. E dyta, unë merrem me të gjitha ato me të cilat duhet merrem dhe merrem më shumë se që janë marrë të tërë ata që kanë qenë këtu përpara meje.
Dakord? E treta, duhet dish ti që unë kam rekordin e kilometrave të bëra nëpër Shqipëri, jo në krahasim me ndonjë paraardhës tjetër, por me të gjithë marrës bashku. Çfarë duhet të them me këto? Nuk i kam bërë ato udhëtimet nëpër Shqipëri edhe takimet me njerëzit në internet. I kam bërë në realitet. Nuk i kam bërë me PlayStation. Dhe nëse jam këtu dhe nëse përdor këtë mjet për të komunikuar, e bëj dhe për një arsye tjetër vullnet. Arsyeja është se shumë nga gjërat që unë bëj dhe që ne bëjmë, shumë nga gjërat që ndodhin në Shqipëri në reale, nuk i merr vesh dot as ti dhe as kush tjetër nga pasqyrat e Kënetës, pasqyrat mediatike të Kënetës. Ta ka thënë ndonjëherë ty ndonjë pasqyrë e Kënetës mediatike që prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë është rritur me 2,5 nga më pak se 10 miliard në 25 miliard në dekadën e fundit? Jo. Po nga do ta marrësh vesh? Nëse nuk përpiqem unë dhe nuk përpiqemi ne të paktën me këto mjete që kemi. Se i ke parë pasqyrat besoj apo jo? I ke parë. Kështu që çfarë mund mësoj njeriu kur hap ekranet dhe ndjek ato farë debatesh në thonjza? Çfarë mund të mësoj njeriu kur në ato ekrane shfaqen sondazhe të ndryshme që nga sondazhisti Donald Trumpit i famshëm deri tek sondazhist të tjerë këtu në Europë, të gjithë thonë fiton Partia Socialiste, ndërkohë që ata që janë aty për të komentuar sondazhet thonë që po nëse këto janë vërteta, populli shqiptar është i smur. Çfarë mund të marrësh vesh nga këta çyryk? Sepse janë tamam çyryk. Ti thuash popullit që populli është i smur, nuk je mirë. Ose që populli është çmendur. E thënë kështu si po ta them, do të thotë këto sondazhe do të thonë që populli është çmendur. Pse është çmendur populli? Është çmendur se voton të vetmen alternativë konkrete, reale, fituese, progresiste, transformuese, integruese, se voton të vetmen forcë që mund ta fusin Bashkimin Evropian, prandaj është çmendur populli. Ose thon popullin e ka bler Rama. Këta, të tërin, do me thënë 800.000 votus, edhe sa të shtohen këtë herë edhe nga diaspora, i kam bler unë. Ose që ka një frikë aq e madhe e përhapur në për popull, sa që kanë frikë të bëjnë gjë tjetër veçse të votojnë për. A e kupton? A e kupton? Atëherë ku do t'i marrësh vesh ti dashur vullnet të gjitha gjërat që ne kemi bërë? Ku? Ku? Nëse unë mbyll Facebookun, fik internetin edhe vazhdoj të merrem si thua ti me hallet e popullit. Edhe ky është një hall i madh i popullit, informimi. Informimi me fakte. Po nuk fitoj, nuk të flas më. Po mirë, mos më fol çat temë shkretësh. Çat. Shiko rrugët zoti kryeministër, thot David Martin Leshi, që mos të kenë probleme me gomat shiklistët, se pastaj ne ikën pasaporta europiane dhe nxjerr gjuhën. Do me thënë, si pas David Martin Leshit, ky është një humor. David, rrugët i kanë parë ata, nuk kam që t'i shikoj unë. Ka ardhur grupi nga Italia, ka bërë gjithë rikognicionin e rrugëve, ka parë metër për metër të gjitha trajektoret ku do garojnë ciklistët për Giro d'Italian, dhe di çfarë më kanë thënë. Nuk po ta them. Nuk po ta them, jo. Se do thuash pastaj që janë çmendur, janë smur, i ka bler Rama dhe italianët. Edhe nga që janë çmendur, janë smur dhe i ka bler unë, do sjellin ciklistët tu që të thyen qafën nëpër rrugët e Shqipërisë.
që për ju që i shikoni nga këneta janë të gjitha me gropa. Po u djeg patronazhistëve të PS-s. Çfarë po u djeg më Vasil? Nuk pyesin se sa miliona pagoi Skënderbeu i tyre për të shpallur non gratan, sa miliona euro për beketin, sa për inceneratorët, sa miliona për rrugët që prishen pas një viti. E kanë kuptuar që po vjen fundi, do me thënë patronazhistët kanë kuptuar që po vjen fundi, ja. Po patronazhistët e dinë më mirë edhe se mua që si vete kjo punë, po si njihni ju patronazhistët. I në vlerësoni shumë. I në vlerësoni ju kam thënë, me patronazhistët mos u kruani kot, sepse janë dhe hakmarrës të mëdhenj edhe e rrisin tempin nga inati. Janë inatçi patronazhistët, nuk janë si unë. Mos u kruani me patronazhistët sepse nuk lën vot të bjejnë tokë, po ju them. Merrni seriozisht këto gjë. Çfarë? Po mos mërziten se padroni mësoj si të kërkojnë në Google. Vetëm aty do e gjejnë pasimet më po mirë Vasil, dakor. Tani në gjitha këto unë nuk bie dot në nivelin tënd që të përgjigjem siç do përgjigjesha kur isha i vogël sa ty. Por po të them, e para një herë beketi, ta fillojmë nga beketi se këtë e ke të marrë kështu si Red Bull nga llumi i kënetës. Nuk ka marrë asnjë kokër leku ti Vasil. E di ti? Asnjë. Zero. Dhe është në siklete të mëdha sot që flasim. Në procese gjyqësore, penale, është shumë në siklete të mëdha. Do me thënë ka zgjedhur kundërshtarin më të gabuar, ai që ishte mësuar të bënte hajgare, kur thonë vëllezërit tanë në Kosovë me shtetet, edhe të bënte hajgare me paratë e bankave, me paratë e kompanive, me paratë e shtetet. Vajti zgjodhi kundërshtarin më të gabuar. Dhe nuk ka marrë asnjë kokër leku. Deri tani. Zero. Dhe prit se s'ke parë gjë akoma. As ti as ai. Okej? Ndërkohë që për pagesat që kam bërë unë, që ti kur thua Skënderbeu ke për mua, apo ja. Ne nuk jemi qyryk, thot Elsa. Po kush tha aty që je qyryk? Unë e kam bërë shumë të qartë definicionin, prandaj duhet ta dëgjoni nga unë, jo ta dëgjoni kur ja u thon ata. Unë nuk kam thënë për asnjë kategori të përgjithshme këtë gjë. Kam thënë vetëm kaq, që të zgjedhësh mes Shqipërisë në BE dhe Kënetës. Kënetën ka i problem të madh. Apo jo? Dhe natyrisht që unë flas politikisht. Nuk flas për sa e zonja dhe sa në rregull je ti në jetën tënde. Nuk është jeta jote që vjet në pikë pyetje nga unë. Është qasje politike dhe këndvështrimi politik dhe vizioni strategjik që ke ti dhe gjithë ata që ndjehen në nevojë të thonë jo, nuk jam për vendin dhe për zhvillimin e tij. Por Vasil, nuk funksionon Amerika kështu, siç mendon ti dhe siç të ka thënë Këneta. Dhe jo që unë nuk kam paguar asnjë kokër leku, se po të kisha paguar do dihej, se do deklaroheshin. Se shikoj disi shpuna, unë nuk kam lek të pa deklaruar ati i dashur Vasil. Po arsi se çfarë të thot Këneta aty. Nuk kam lek të pa deklaruar. Unë çfarë kam, i kam deklaruar e para. E dyta, këto gjëra nuk funksionojnë kështu. Kam kupton. Kurse Këneta nxori nga barku 6 milion.
Dhe nuk është problemi se na djeg. Problemi është që duhet të djegi ty, se nes na djeg fare. Ne e dim, shumica e shqiptarëve e di. A më kupton? Na mungon lulushi e vërtetësh, na mungon drejgji, na mungon, po nuk e di. Nuk di çfarë të bëjmë. Humbi. O Edi Rama, po lekët me Pacollin, se paguam ne shqiptarët 100 milion dhe gjyqi italian 130 milion. Paulin, cilat lekë me Pacollin? Ato të aeroportit janë lekët e Pacollit, Paulin. E ka ndërtuar Pacolli aeroportin, jo shteti. Paulin, kush ti thot këto? Aeroportin e Vlorës e ndërton Bexhet Pacolli me lekët e veta. O Zot, po lekët e Pacollit. Si puna e rrugës Thuman Kashar. Është me parat e sipërmarrjes. Dhe sipërmarrja e ka ndërtuar për të marrë pastaj, duke marrë ato parat e qarkullimit dhe e shlyen në vite. Parama njerëzit kanë një rrugë për të qenë. Apo jo. Kështu që për Beketin ja shpjegova Vasilit Paulin. Ty po them që nuk ka as lek të Pacollit, as lek të Beketit, zero. Tash ti me kë duhet mërzitesh? Duhet mërzitesh me mua apo me ata që të kanë tallur? Se je tallur dhe bëhesh qesharak tani se të kanë gënjur. Ata që të udhëheqin, që duhet të tregojnë të vërtetën ty, se ti i mbështet. Si mund gënjehen në këtë farfeje mbështetësit dhe t'ju thuhen të tilla gënjeshtra skandaloze? Nuk të vjen keq ty që të trajtojnë si budalla? Dhe të bëjmë për budalla? Dhe detyrohesh tu të flasësh budallëqe? Sepse të kanë keq informuar? Por popullin shqiptar, shumicën ndërmuese të popullit shqiptar nuk e trajtojnë dot për budalla dhe nuk e bëjnë dot për budalla. Dhe u kam thënë sa herë kanë ardhur në parlament, mbas zgjedhjeve ju kam thënë ndroni lojën, ndroni qasjen. Mos i merrni shqiptarët për budallëj se nuk i bën dot njeri për budalla shqiptarët, a më kupton? Mund të bësh për budalla individ, po populli nuk e bën dot për budalla. Nuk më dëgjojnë. Se kam problem që s'më dëgjojnë. Se prandaj do fitojmë përsëri. Okej? Janë kthy shumë kyt demokratë kësaj rrahave nga ata që i ke pa blet ti dhe partia po ecën përpara, e ke të shtirë kësaj rrahave me liderin, se të mungon Luli, Hamza i partisë, ke me pa kush është më i fort. O, Paulin, nuk është problemi kush është më i fort, më Paulin. Problemi është që pse të bëjnë ty për budalla. Pse të katandisin ty, goxha djalë, se të shofën fotografi, goxha djalë që të flasësh këto lloj budalliqesh. Komplet i keq informuar, komplet i gënjur, komplet i gënjur. A kupton? Megjithatë është zgjedhja jote, ti e di vet, unë të respektova dhe dash përgjigje, nuk di çfarë të bëj. Inshallah nuk të voton më asnjë çfarë du me Europën. Në Europë jemi, ne duam të kthehemi në Shqipërinë tonë që kemi marrë peng, ju duhet të jepni dorëheqje 3 mandate, nuk kemi bërë gjë. Dakord, në rregull. Më reagoj duke u shpjeguar se çfarë du me Europën, do vazhdoj t'ja u shpjegoj, por tani është koha për ta mbyllur sepse duhet të shkoj në Fier. Dhe faktikisht do shkoj edhe në Roskovec. Në Roskovec, ku kemi dhe një nga kandidatët më pasionant dhe më energjik të Fierit, Zegjinen. Zegjinen e kukumjaçkës së bufit. Okej.
programi juaj është vetëm fyrja dhe asgjë tjetër, se ju nga mbaruar gënjeshtat vera. Vera, programi jon është program qeverisës i detajuar në çdo sektor, se po mos kishim një program detajuar në çdo sektor, nuk na ulte Bashkimi Evropian vera në tavolinë. Dakord, se mirë këneta, okay. Po Bashkimi Evropian nuk na ulte në tavolinë, nuk bënin dot negociata. Kemi mbi 250.000 faqe negociata në tavolinë me Bashkimin Evropian dhe të gjitha ato janë program shteti, shtetbërje, kupton? Po çat ju them, juve dëgjoni kënetën, vazhdoni dëgjoni, është e drejta juaj, jemi në demokraci, secili bën zgjedhjen e vet, askujt nuk i ndalohet të bëj zgjedhjen e gabuar, e merr vet pastaj edhe përgjegjësinë, edhe shihen e hidhur të humbjes, që fatkeqësisht pos më dëgjuat do ta ndjeni në 11 maj. Ju përshëndes.